Bismillahirrahmanirrahim. Po vazhdojmë edhe sot flasim diçka për Kur'anin. Kemi kalu në për disa etapa gjatë këtij rrugtimi për këtë muaj të bekuar të Ramazanit, do më kujtohet që në fillet tona kemi fillu të flasim për botkuptimet e Kur'anit, se si duhet me kuptu Kur'anin, se si duhet me u qas atij dhe se në çka realisht thret libri i Zotit. Dhe jemi mundu më shumë se një herë me shkas ta themi troq dhe nga një herë edhe në mënyrë shumë të fuqishme, me qenë se ummeti të pejgamberit alayhis salam nuk i mungon sot ai kthimi tek libri i Zotit nga pikpamja e leximit, nga pikpamja e kuptimit të domethënieve si germa ose shqiptimit të tij si shkronja. Mirë, po mbi gjitha ajo që na mungon neve si musliman sot është kuptimi i thellë i Kur'anit në botkuptimin ton si musliman përballë tij, se ai mbi gjitha është kushtetut, është ligj, është postulat i jetës, është mesazh hynor i cili edhe na udhëheq, edhe na ndriçon rrugën. Dhe ndër tjerash, un kam thënë që pe qëllimeve më të mëdha të Kur'anit, të zbritjes së tij është meditimi i librit të Zotit. Pra, njeriu duhet futet tek libri i Zotit me qëllimin që të nxjerr sa më shumë thesare nga ai, në mënyrë që t'ju bëj dobi tjerëve sa më shumë. Pe kuptimeve të Kur'anit që po du sot me u ndal me juve me përmend një ajet nga libri i Zotit madhruar, është ai ajeti në surën Furqan, ku Allah i madhruar i thot pejgamberit alayhis salam, "Fala tuti'il kafirin." Ti mos ju bind jo besimtarëve. Mos shko rrugës së tyre. Mos lejo që pasuria e tyre, postet e tyre, begatit që Zoti u ka dhënë atyre, ty me të mashtru. Mos lejo asnjëherë. As nga pikpamja ideologjike, po as nga pikpamja vlerore dhe ajo materiale. Mos e lejo asnjëherë veten që të besh në atë shkallë e të arrish tek ajo drejgje ku ti i bindesh atyre për shkak se paraprakisht e ke bind veten se duhet që shpe. Asnjëherë. Po ku është rrugdalja? Allah e madhuar thotë wajahiduhum bihi jihadan kabira. Dhe luftojti ata nëpërmjet atij, e ky Kur'ani kthehet Kur'an. Luftojti ata nëpërmjet këtij Kur'ani me një luftë të madhe. Si bëhet kjo luftë? Kjo luftë bëhet duke i përplas pikpamjet tona, bindjet tona, argumentet tona, faktet tona dhe gjithë atë grumbull argumentesh dhe faktesh që e kemi për ta ndriçuar edhe njerëzin, po mbi gjitha për t'i dhënë kuptim jetës sonë. Pra luftoj ata teksa ata i devijojnë të tjerët, i lajthitin të tjerët, t'i luftoj, pra mbroj të tjerët nëpërmjet luftës që e bën kundër tyne me librin e Allahut madhruar. Dhe mos harroni që lufta më e vështirë, mejdani më i vështirë, edhe arti më i zëshëm për t'u përkry është pikërisht ai mejdani i luftimit të atyre që urrejnë fen nëpërmjet perfeksionimit të kuptimit të drejtë të librit të Zotit. Mos harroni që dështimet katastrofale që neve na ndodhin në mejdane të ndryshme në jetë, qoftë ato në politikë, ose në ekonomi e në shëndetësi, ose edhe ato në luftë, teksa luftojmë përballë armikut, gjitha dështimet që na ndodhin dhe gjitha ajo vonesë që na bëhet është për shkak se ne ende kemi ngecë tek ky burim i pashtershëm, e i parë, e pa i zëvendësueshëm që është libri i Allahut. E Allahu i madhruar përderisa po e urdhëron pejgamberin alayhis salam që mos t'ju bindet atyre dhe mos të bije prej asnjëherë e pasurisë, mallit dhe asoj fuqisë momentale që kanë, po ja jap edhe zgjidhjen, po ja jap edhe mënyrën se si të mbrohet, se si të luftoj ata dhe mbi gjitha një ditë se si të triumfoj ndaj atyre. Ajo është libri i Allahut madhruar. Allah na bëf për atyre që kuptojmë librin e Zotit drejt, përbahemi kondita të tij dhe gjithmonë për herë kemi edhe si busull, edhe si pasyrë e ndriçues për gjatë rrugtimit ton dhe për gjatë veprimtarisë dhe asaj çka bëjmë në përditshmërinë tonë. Zoti ju rujt
ju dha gjithë të mirat, na bashkohet herë misi, faleminderit.